kërkesë publike për organizatën Liria pa emër, që të filloj një ligjerim për gjykatën speciale, se sa e dëmshme është kjo gjykatë. Ajo që detyron shkolla është tash konkrete e parëndësishme, sepse gabimi është bërë dhe ata janë përgjegjës për gabimin e bërë që e kanë toleruar këtë organizatë të mbajnë një ligjërat për gjykatën speciale. Ndonë se nuk e dim saksisht ka është ligjeruar, se nuk e din askush, për megjithatë vetëm të diskutohet për gjykatën speciale para nxënësve, nuk do të ishte nuk ka qenë veprim i duhur dhe as më pak kur lejohet nga drejtoria e shkollës. Unë e kuptoj drejtorinë e shkollës që ata të dalin një komunikat për ta normalizuar situatën se nuk ka qenë diçka jashtëzakonshme, por megjithatë gabimi ka ndodhur dhe përgjegjësinë duhet të marrë shkolla bashkë me menaxhmentin, por drejtoria e shkollës dhe menaxhmentin që e drejton shkollën që vetohet në Prishtinë. Prandaj çfarë do reagimi nuk ka peshë, sepse gabimi ka ndodhur, ata mund të thonë çfarë do duhet. Meqense tashmë çdo organizat ka shpresisht për të dëportuar në shkolla të mesme tek nxënësit tanë, atëherë unë kam një thirrje publike ose kërkesë publike për organizatën Liria pa emër, që të filloj një ligjerim për gjykatën speciale, se sa e dëmshme është kjo gjykatë për ish ushtarë të UÇK-s dhe për Kosovën. Nëse që ka puna kështu, atëherë edhe kjo organizatë qeveritare që madje ka shumë më shumë kredibilitet se kjo që ka shku në bërë shkolla me UÇK-n, për gjykatën speciale, ta bëjt njëjtin veprim duke i treguar nxënësve si ka ardhur kjo gjykatë speciale, si ka mashtruar kjo gjykatë speciale dhe ku po përfundon në çfarë drejtë duke përfunduar si gjykatë speciale. Prandaj, pse mos ta bëjnë edhe Liria pa emër të njëjtën gjë, që e pas ka bërë një organizatë e caktuar jo qeveritare. Po, zotëri Muhaxheri, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit dhe juve.